opozita nuk mund të humbi shansin siç humbi në 2015 që të merrte pjesë në reformën territoriale. Reforma territoriale është reformë politike, ndikon politikisht, ndikon në zgjedhje, ndikon në jetën publike, ndikon pastaj në mbështetjet publike. Por unë mendoj që komisioni i për reformën territoriale, më përpara se sa të flas për ndarje të re, duhet shpjegoj dështimin që ka patur në realitet ky lloj reforme territoriale që u zhvillua. Për shkak se qytetarët tashmë nuk është se gjetën zgjidhje më të shpejta, më të mira, apo u krijua një distancë më e mirë midis qytetarëve, aq më tepër buxheti i shtetit nuk është se u reduktua, që mbi të cilat ishte qëllimi që të zvoglohen shpenzimet, aq më keq, u rrit numri i punonjësve që u punësuan në pushtetin lokal. Kështu që për mua domethënë ka qenë, ose edhe siç kam ndjekur gjithë qendrimet e ekspertëve, thelbi i asaj që për cilën u bë reforma territoriale nuk e arriti qëllimin.